tradhtimit. Do të flasim pra për tradhtim politike. Sipas teje, nuk ka. Avokati thot që s'ka. Avokat? Jam i bindëm, edhe pse s'të dëgjova hala. Ja, ka. Ka. Se pari, politika definiohet në shumë mënyra, po risheli ka ma të sakta. A, ku pe njësë me që të thënje? Po risheli. Nga thënje të buka, jashta. Në mënarti se mundshmes, ose real politika është diçka që duhet mu bazu në një objektiv, ku si lider i fton njerëz që të vinë prapa. Por Charles de Gaulle ka thonë, kur është pyet interesi i Francës, e tradhtoi elektoratin. Pra, për interesin e Francës. Që i bën që elektorati mundet me të votu për diçka tjetër. Ta zojmë për nacionalizma, apo populizma, apo i programin që i kiti dhe për shkak që pragmatike ti dush mos me e boq ato. Tash kthehemi në realitetin tonë. Për shembull Albin Kurti e ka tradhtu patriotët shqiptarë, sepse ka bojt këtu flamurin, sa ka qenë opozitë dhe ka thënë Kosova do të bashkohet në Shqipërinë kur vijone. E ka tradhtu elektoratin patriotik, se ka thonë unë nuk i dorëzoj pjesëtarët e UÇK-s në gjykatë speciale. E ka tradhtu sindikatat, sepse kur ka qenë në opozitë kur ka qenë në opozitë ka sindikata. Ju nuk e keni rolin si që shedojnë, kur të veni unë në pushtet, ju keni mi pas rolin e vërtet. A veç Albini ka tradhtu sindikatat, i ka tradhtu minatorët, i ka tradhtu mësusat, i ka tradhtu mjeket, i ka tradhtu veteran të UÇK-s. Edhe i ka tradhtu diasporën. Qysh i ka tradhtu prape kanë është ma i votumi? S'ka lidhje vota. Qysh s'ka lidhje vota? Nëse tradhton elektoratis të voton avokat. Problemi Kosovës është që problemi votuesve të Albin Kurti është që Albin Kurti me doli pari, jo më në rejsh Kosova. Dhe që ka janë 42% që përbën bi 400.000 vota. Albin Kurti në thëtë, kryesore o dola i pari, o zotni, qa po të ndrejsh ty. Prandaj, nëse ka një kuptim tradhtia në politikë... Por nëse pas ka tradhtu si pasje, pëse po e votoj në avokat? Është Albin Kurti që ka tradhtu të gjithë ta shtresat e shoqërisë. I ka tradhtu edhe këta komunitetin musliman për Shamin. I ka tradhtu edhe ata LGBTI që kam jau bo kodin civil, edhe asa të njësë jau ka bo. Domethënë, as nuk ka pragmatik, as nuk është etik, por është mashtrues klasik. Ty avokat me tradhtu dikush a i beson prap? Po më varet, se për shembull tradhtia mund të kuptohet si që rrjen nga dashuria ose nga dashnija ose nga besimi. Tradhti që rrjen nga dashnija. Tradhti politike. Kur e do dikan dhe tradhton, ajo është tjetër tradhti. Është tradhti e ndjenja. E qysh pra i pas ka tradhtu popullin e kanë votu prap avokat? Po, për arsye se popullin e kanë Po është i manipulum, ky votus është i mashtrum, i mashtruar dhe i manipuluar. Për shembull, që për shembull edhe një tradhti e ka bërë. Qysh vitin 2025 mi manipulu popullin. Që të vijun në pushtet, ka thonë, kam i ullë çmimin e rrymë se flajmë mi qymër. Prit. Masi është bërë kryeministër, po dojë ka thonë, qash lire keni rrymen, sa që do të mja shtrejtu. Në që konë në pozitat ka ma shto përve që rrymë me s'pro? Ja. Për të majqenohë si të kone jam isja. Ideja që kjo votu si tash, nuk u idhënu që ja ka shtrejtu rrymin, po e ka votu prapë. E pse e voton